për herë të parë vota e shqiptarëve dhe e shqiptarëve në një palëzjedhje politike është një vot edhe geopolitike. Është një vot me një peshë të rëndësishme geopolitike në funksion të pozicionit të Shqipërisë. Dhe aq më tepër në një botë që po lëkundet në aspektin e sigurisë, në një atmosferë ku të gjithë po flasim për rritje të kapacitetet mbrojtëse, për rritje të shpenzimeve për mbrojtjen, për kërcënime dhe rreziqe nga më të ndryshmet, ne na duhet unitet, na duhet bashkim përtej partive, na duhet leadership, na duhet qëndrueshmëri. Të gjitha të tjerat janë tokra hini në krahasim me këtë moment ekzistencial për Europën, ekzistencial për Shqipërinë. Kjo dritare e hapur mundësie, ku janë përputhur rrethanat tona të brendshme, me rrethanat e brendshme të Bashkimit Evropian, dëshira jonë e brendshme, me dëshirën e tyre të brendshme, vullneti ynë me vullnetin e tyre për të bashkuar përfundimisht në familjen europiane, është një dritare mundësie që mund të mbyllet dhe mund të kthehemi prapë tek avazi, jo po mirë dakord, po ja shiko, jo po del Hollanda këtej, jo po prit se ka një gjë për të në Franca, jo po një fqinj nuk është i kënaqur me këtë gjë dhe prit se do ta shtym. Ky është momenti. Dhe prandaj kemi dhe një kalendar që është kalendari më ambicioz në historinë e integrimit. Na është dhënë drita e jeshile që të mbyllim të gjithë procesin e negociatave brenda 27-s. Dakordsuar kjo me Komisionin Evropian, që do të thotë duhet të bëjmë një punë 24 orë 24. Tani që unë flas me ju, në zyrat e këtij shteti, janë 1000 vet që merren vetëm me këtë punë. Dhe që punojnë për ditë. Dhe çdo javë, ministret tona të shtetit, që janë edhe krye negociatorja dhe zëvendësja e saj, japin hesap përpara Bashkimit, përpara Komisionit Evropian për ecurinë dhe të gjitha afatet janë të ngushtat përcaktuara. Mali i Zi ka vite që po bën këtë punë që ne e kemi nisur vjet dhe që duam ta mbyllim në 2027 dhe të shfrytëzojmë të dritaret dhe të hyjmë brenda përpara se sa dritaret mbyllet përsëri. Nuk është një derë e hapur, është një dritare e hapur. Keni parasysh, nuk është një moment i zakonshëm, është një moment i jashtëzakonshëm. Dhe është një moment kur fati po i buzëqesh kombit shqiptar.